Liridon Zheqi nga kompania MedPlus pretendon se prej hyrjes në tregun e prokurimit publik, në fund të vitit 2021, kompania është përballur me një paradoks. Sa herë që del me ofertën më konkurruese, rruga drejt kontratës bëhet edhe më e vështirë. Sipas tij, pavarësisht se në shumë raste kanë dalë me çmimet më të ulta, kompania është eliminuar vazhdimisht nga procedurat, në atë që ai e konsideron një sistem të kurdisur tenderësh dhe konkurrencë të pabarabartë. Komuna dalmi më të lirë, po mi fitu nuk e fitojna, vetëm se dalmi të partë. Pse? Pa rregullsi shumë. Mendojna që është pa rregullsi shumë, njerëzit besoj njerëzit që janë përfshim, prokurimet janë shumë përfshim me kompani farmaceutike. Komuna e Pejës më 16 korrik 2025 tenderin për furnizim me barna dhe material shpenzues mjekësor për barnatorën qendrore pranë QKMF-s, ja kishte dhënë kompanisë Madekos, e cila kishte ofertuar me çmimin 156.748 euro. Ndërkohë kompania MedPlus, e cila kishte ofertuar me çmimin 114.891 euro, pra afër 42.000 euro më lirë, ishte eliminuar nga gara. Sipas arsyetimit të autoritetit kontraktues, në këtë rast komunës së Pejës, arsyeja është se MedPlus në katalogun e kompanisë Asmed i dorëzuar me ofertë pas verifikimit me scan code ka rezultuar të jetë i ndryshëm me atë të dorëzuar. Në shkresën që komuna i kishte dërguar operatorit, thuaj se gjatë vlerësimit të ofertës, komisioni ka vlerësuar se nuk i përmbushin kriteret, pasi është vërejtur se katalogu rezulton të jetë i ndryshëm nga ai që është paraqitur, dhe kështu bazuar në ligjin i cili thot se operatori përjashtohet nga gara nëse ka ofruar informata të rreme, dokumente të falsifikuara ose mashtruese në lidhje me kërkesat për kualifikim ose përmbushje të dosjes së tenderit. Zheqi shpjegon se katalogu për materialet shpenzuese në fakt ishte autentik dhe se këtë ka konfirmuar edhe vetë prodhuesi në Kinë. Produktet i ka kompania që punojna me të në Kinë, na ka dërgu katalogun, na ka dërgu certifikatat, edhe autorizimin, edhe konkurojna, na marrmi pjesë, të këtë ndër dalmi 50 mirë dikon më të lirë. Atë e presmi rezultatin, na vjen njoftimi që jeni eliminu për shkak se katalogu është falc, e keni bo falc edhe kemi mi fund lëzis. Edhe na habitmi me këtë vendim, sepse katalogun se kemi bo falc. Katalogu është që shna i ka dërgu prodhuese që punojna me të gjithë, ashtu edhe kemi dërzu. Edhe na i shkojna prodhuese që kështu po na eliminojnë dhe po dojmë na fut dizez për këtë arsye. Edhe prodhuesi habitet me këtë rast, edhe na shku një mail që katalogu është autentik e joni edhe e marrmi përgjegjësinë ne për këtë sen. Autoriteti nuk e pyet hiç a është katalogu jo va jo prodhuesi në Kinë, po direkt neve na fut dizez.